I gjithë rrjeti po zien si qëndron në vërteta për lajmin e shtatzanisë së Keratitos. Moderatorja e njohur Keratito ka qenë jo pak herë shkaki i trazimit të ujrave në rrjetet sociale me postimet e saj. Së fundmi, videot e herpasershme si dhe fotografitë e shumta me barkun e fryrë kanë ngritur një hipotezë se moderatoria mund të jetë në pritje të ëmbël. Benzin zjarrit i ka shtuar gjithashtu edhe partneri i saj, këngëtari Luiselli, me anë të një video të postuar nga Italia në llogarinë e tij në Instagram. Ka treguar qartë siluetën e moderatores, barku i së cilës është dukshëm i fryrë. Ende çifti nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare nëse kjo është e vërtetë apo një reng i tyre, ndonse më herët ata e kanë shprehur dëshirën e të paturit një familje të madhe.